E vërteta shkencore është që Epiri, Iperi, vendi i Ipeve, i Shqipeve, nuk është Greqi. Këta nënkuptojnë me Epir, çdo gjë nënkuptojnë si Greqi. Epiri është pjesa jugore e Shqipërisë, që fillon nga, e thot Pashkovasa, e thot vërtetat shkencore nëpërmjet gërmime arkeologjike, historike, të dhënave dokumentare tjerë, pra nga gjiri i Ambrakis, Arta, Preveza, Dodona, gjithë hapësira e qamërisë, që është një pjesë e vogël e Epiri, qamëria një pjesë e vogël, nuk është, dhe këto janë pjesë të Shqipërisë. Pa drejtësia që është bërë Shqipërisë në ndarjen që u bë ndarjen nga Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit edhe vendimi i fuqive të mëdha 1913, u pasua pastaj, e kjo është kulmi, të diskutojsh pastaj një trekëndsh të vogël në Shqipërinë e ndarë pa drejtësisht nga Epiri, nga trojet e saj etnike, dhe ta diskutojsh me kënde që është në praktikën ndërkombëtare të ndarjes ujrave, edhe të shelfit kontinental, por që unë nuk i hy fare kësaj. Por du të kontestoj atë që tha zoti Berisha që fitojnë 2 palët. Kur ndahet një copë, nuk fitojnë 2 palët. Kur ndahet një copë, njëra fiton, tjetra humbet. Dhe në rastin tonë, një përgjigje direkte. Përveç respekte që kam për zotin Berisha, për gjithë kontributin e tij për 35 vjet, unë jam një nga ata që e vlerësoj dhe për kontributin që ka dhënë, unë tek pjesa e servilizmit dhe politikave që dëmtojnë sadopak çështjen kombëtare, unë nuk mund të jem sikur të jetë baba im, jo zoti Berisha. Nuk mund të fal asnjë çime, asnjë nga ajo që ne kemi të cunguar, ne rrethohemi nga Shqipëria. Përgjigju pak të lutem pyetjes time, të lutem. Nuk mund të diskutohet aty. Sot ajo çështja në gjykatën ndërkombëtare. Zoti Noja, është për te servilizëm, nga hiqjen e këtë servilizmi mund të jetë një rast, nuk është çështje servilizmi kjo. Në fakt, ajo është thjesht një retorik